Ndalem edhe për një sqarim të nevojshëm lidhur me konkluzionet e mbledhjes grupit parlamentar këtë javë pas mosvendimit të gjykatës kushtetuese. Sepse përsëri si zakonisht fillon qarkullon në ajër një tymnaj interpretimesh nga më të ndryshme. Edhe një herë tjetër. Nuk është çështja tek personi, çështja është tek parimi. Dhe në këtë rast nuk është tek parimi abstrakt, por është tek parimi i ndarjes së panegociueshme të pushteteve kushtetuese. Që do thotë, një vendim gjyqësor për pezullim nga detyrat një ministri, në kuadër të një mase sigurimi penal, ka nxjerrë në pah një boshllëk që është një boshllëk që ekziston sa në koka prokurorësh e gjykatësish. Dhe edhe në legjislacionin tonë, përderisa në këtë vend pa kulturë të konsoliduar demokratike dhe me drejtësitë pavarur në moshë shumë të mitur, nuk mjafton fryma e kushtetutës që është shumë e qartë, po duhet edhe gërma e ligjit, madje gërm për gërm, qoftë për gjëra elementare si kjo. Gjykata në ushtrimin e kompetencave të saj ka të drejtë vendos masa sigurimi për çdo person në hetim. Këtë nuk e diskuton askush. Dhe askush nuk është mbi ligjin, e këtu bijem dakord të gjithë, të paktën të gjithë me fjalë, por unë bie dakord dhe me vepra. Por në të njëjtën kohë ka disa funksione ku hyn dhe ai ministrit, të cilat paralizohen nëse ministri pezullohet. Pra faktikisht, nëse ti thua që unë pezulloj një ministër, unë pezulloj presidentin e Republikës, unë pezulloj kryetarin e kontrollit të lartë të shtetit, dhe ku di unë disa të tjerë që mbulojnë funksione të pa delegueshme, faktikisht ti prodhon një pasojë të menjëhershme të barabartë me shkarkimin, sepse nuk është pezulluar thjesht personi, siç mund ndodhi me një drejtor, punën e cilit e bën dikush tjetër, por është pezulluar funksioni. Ndërkohë që pikërisht për shkak të funksionit, emërimi apo shkarkimi i ministrit nuk është gjëkundi kur në asnjë vend të botës, mund ta them me plot gojë tani, sepse nuk e ka nxjerrë dot kush një rast kur në një vend botës kjo kompetencë është e një prokurori dhe një gjykatësi në një seancë paraprake. Drejtësia duhet të jetë e pavarur. Sot ajo është e pavarur dhe duhet mbetet përgjithmonë e pavarur. Por pavarësia e pushtetit gjyqësor mbaron aty ku fillon pavarësia e dy pushteteve të tjera, legjislativit dhe ekzekutivit, të cilat ndër të tjera kanë edhe të drejtën dhe detyrën të emërojnë apo të shkarkojnë ministra. Dhe kjo e drejtë dhe detyrë nuk ndahet me gjyqësorin, nuk i takon gjyqësorit dhe nuk mund lejohet që ta marrë gjyqësori. Gjithsesi, tani më kur as gjykata kushtetuese nuk mori dot vendim për rastin konkret, ne do kalojmë përtej rastit konkret dhe të hënën në cilësinë e deputetit, unë së bashku me kryetarin e grupit Oland Balla dhe me kryetarin e Komisionit të Ligjeve Ursi Manja, pra me 3 firmat tona, do të depozitojmë nismën për të adresuar menjëherë boshllëku në fjalë. Nisma do i paraqitet fillimisht grupit parlamentar në mbledhjen e tij të fillimjavës, ditën e hënë në mëngjes, dhe do të jetë transparente edhe për opinionin publik, pasi prezantimi i nismës do të bëhet me praninë e medias.